Duket që këtë shoqatë o dheshë dhe vlavi Faikit. Kë Hagia. Po. Cila? Thirrja për drejtësi, a? Thirrja për drejtësi. Duket nëse ka emrin çdo. Po di se çdo e po mirë, tash. Llogaret, kush e udhëheq? Ai se thotë jo 3 punë shkoj servis, po 5. Kjo viktim, por është edhe vullnetar i së keqes. A ki deklaratën e ti, krejt që ka thonë? Komplet e kam, e dirë kësë e kam. E dirë kësë e kam, edhe jo vishti. Po dhe 3.000 faqe e nem në aty. Me po me publikua rezikën, prapë më thirë hauga, me po me publiku? Që ato shkaj, që të këtia, kur e minutis, më ndinë marë mu haga, në haga të më nëllë mu milion të më dëmtu shtetina. Këta i kanë mashtru mëre. Këtë vullnetarë thët ashtë për rëj shpionin, se duli kesh. E përmeni gazetarë që bashkë me këta huna, është Kosova jetë, në? Po gazetarë të Kosovë jetojnë tonë, se në Kosovë ka jetojnë edhe shpionat, në Kosovë jetojnë edhe shpionat. Po përmeni, është gazetari një ora, anë jam në spjathojnë. Unë e baspoj nuk jem ka du qëllim se me ta jep gazetarin. E dyta cilën do ta përmendë shtionet thëmë jo. E treta nuk o rendi, e treta nuk o rendi gazetarit, se i del rendi edhe ati, edhe nuk jem ka e njali, po në menoj që prishi pun dhe ti kry këta tjertë. A ka qenë shok i uve gazetari? Unë e krej gazetarit i kam shok, s'di cilën revistë, s'di cilën televizion nuk jem Po në pjesë luftës, a ka qenë shok? Po në luft nuk e di për besa o kona së konë, se a i më pakor shok e jemi si shatë i kostë. Ka mujtë më mrajt, jem shok, më mrajt, unë ty të logariti edhe kështu si shok, po një eshtra, si dhirë, po që me thonë, ko shok së më thonë. Nëse a bojë të bashkë, nëse të bashkë së në bona mu, po këse i bijas. Nuk i nevoj më bëhet bashkë. A është të vërtej se unë e komponit dokumentar? Këta u të bashkë, tash janë neo u të bashkë. Neo u të bashkë, po e re. Normal, pra. E komponit dokumentar të nëse s'ka bëjt të Blendi Fevziut edhe Klanit Shqipërisë, ku thot që Faik Imiri, dhe më thënë, ka rekrutu njerës për dëshmitar në hogë edhe realisht ka pos biseda me Bojan Dimiqin. A është të vërtet? Për me Bojan Dimiqin, shefin e Bias, po shefin e Biasër, po. E ka bënë në dokument, një pej vizitave që ka marrë këj për Shqipëri më shku me zbulu, kush ne ka prunë traktet, është Saiti. Halit Saiti që ka marrë për Shqipëri më shku, edhe ka inqizu ato. Ty bo ajgare ka inqizu. Këtu e në prish, kjo e Faiki. Përdaj... Ata shkjo prish me Faikin, së fletë, ha? Ku është arë deklaratën e dytë, të t'jom prish e prej natit ati tash, nuk po du me shpionu për ata, po du me shpionu për ju për Hagen. Me datën 22 janar e kam musafere edhe kësha pos dëshirë më konë edhe te, nëse mënësh. Me 22 janar në vatë që dhe pozitja mune edhe une nuk munda me artë për qefi, sepse me 22 janar a i mundet më koni prositër, pas ta për një qëllim të shka që me mbodom muë, a që sot jëmë konë gjenë mbodom, se jemi dytë pa përgaditur. Ku a i përgaditur, du të më përgaditë të dhonë, po të premtojt, mund të vi, mund të zvi, ofertën e ka pos, edhe kë, edhe a i. Po i kem shkru edhe Ali Saita i kem shkru. Të që, 2 hejnat e ka pos ofertën mu të shkru. Besira di kam, më ka thonë në erë, më ka thonë që... Edhe unë e kom marrë deklaratën. Pa marrë parashysh rrezikun e kom deklaratën e ti këtu. Shkrunet në shkrunet për ti, e dinaj. E kom deklaratën ku, thot merni, edhe kom deklaratën ku këtë tash mundot më faqsu, si thot me më falë që me dhu në ma shpionin e madhë të jamin si u këvalësha, ku ju kërë më referu, edhe këta burra, kjo është e si te, dhe këta burra e marrë më kalëzu që jeni ka i bani për fajnë të patresisht brama. Ka thonë, ha? është e citune, është e inqizune, është e transkriptune. Dhe ajo deklarat është e përdojnë në gjyqin e dytë nëse më keni pa mu. Dhe ku vjen e përmen Jack Smithin, prokurori dhe hetusi që të jëmër janë ndërprejt bisedën mësë më shku mangat me full për Jack Smithin. Për Jack Smithin e atërbën në raport Faiki gjanë japit në ti, që e ka bindë me këto. Që këj nuk kalon vi 700 mira, këj kalon në 3 ora. Shtrajta. Thotën një milioner, rren, nëse kështë në mështime, rren për një person e 2 persona që o hinë bankë, për herë tu i ka morë 20 milion euro. 20 milion euro në bankë, a një shtet tjetër, do të për një morë 20 milion euro cash, unë më nëjë si një 3 mujë do të më kërkes, sigurim, nuk japit bankë aty edhe, por atu ashtë japit 20 milion. Asë Kosovë, asë jashtë. Asë kërkun në botë. Edhe ati refimi ka dorë gjykata sa aposhtër është me i besu. Po, Ali Saita tha kam shumë respekt për Nasim Baradinaj. Nuk ka që arë marë për posë respekt zaj, s'dit për mushka, keqa se zanë. Po, unë s'kam respekt për to. Kjo ka rëndësi, edhe dyta, respekt i ti, mu më fynë. Nësa i ka respekt, mu familja e me se blenëson të minja ty.
Kur respektin Halit Saita dhe Halit Saita e Fajki Merau, e spionjve të këti kombi, kur më se pasha. Let, kjo fymje për mu. Shë më thonë së përgëzë më të vëllësi, po tha për të da për quna për ma jep në një. Unë nuk jem përsën që për të jep në një, po... Unë si jam Halit Saita e vëllo. Ti nuk je Halit Saita, e kupton, po fymje për mu me pas qiti ti respekt, o fymje për familjen teme. Po kam që me zbut pak atmosferë, se pëdi jone. Niko, po fymje për mu, jo, a e përdor, a mundet me kërku falje që ka bot. Edhe nuk o marrë me kërku falje. Pa i ka thonë, po du me punu hala, po du me punu me ju Hagen, për me hek kriminellat të cilët e shkatrun Kosovën, sepse ndërkohë kështu i nimoj NATO-s, e NATO ma ka shliru Kosovën. Për i këtyne tipave, rrja dhe ajo si nga ka shliru NATO. NATO zotni ka qenë partnere janja. NATO edhe Amerika nuk i do të qyqanat. NATO i ka pas 50 vjetojnë ku o bobe ne, ku ja ke mush mendën që kem prej me dhe jem trima, edhe mrejtoj më konë meq, se miki i fort e zavish miki i fort, o bobe ne. Bravo. Gjeral, ju si qytetarë do me thonë e Suedis, e jene shtetar se edhe i Suedis, keni drejt me padit edhe keni padit gjykatën e Hagos, apo? Unë gjatë këtë procesit nuk kom dasht me qitë për para shtetësin teme suedeze, sepse nuk kom vepru në Kosovë si me shtetësi suedeze, kom vepru si shqiptar, dhe asë njerë se kom qitë për para si mas letësuse për dy gjana. E para kom dasht luftën kundër kësaj gjykate ta bëj si ashtu që shjam, si Nasim Haradin, i lidur në Glëgjan, si djalli Ismail Haradinit, dhe si shok i Gjemal Fetohit, Sena Lishkit, e shokve tjerë që vras Salit Qekit, e Agem Ramadani që budojnë mi marë këta tashnë për parti, se ku i kanë pas ta shok, i kanë pas e para meje. Por ku i bo a i shok me mu, këta e kanë lënë ta. Nuk e në arë me ta. Do dhëtë, unë ju bona ma shok ati dhe a i mu bo ma shok mu. Prandaj, unë e kom dasht me rëtu dhe mu barazu me hysin, me Shlygucatin, dhe kom dasht në të njëjtën mas, në të njëjtat për masa. Për ndryshe, unë a dit jo marë 99 km ashtë ku e marë, unë im kënë në Deçan, ku ka thirë hysi a Deçan kam arrestuit. Se hysim ka thirë. Por, i kom thonë vesh prit, se unë kom pas 5 minuta me dalë Shqipni, me hy para planit, isha në Suedi, Suedia nuk i kishë mujt mi dalu ata për më marë mund pytje. Po nuk o kishë shu asë njërë në Hagë me shku, sukur se ka shua Zjabir Zharku që veç jo koni denun dhe se ka shua, kujtot? Po, dhe vërtet. Suedia nuk e ka lëshu asë nësër shatrin ku s'ka pas hiq, asë leje s'ka pas veç permanent e kështë të vogël, humanitare falë, nuk e ka lëshu që ku në vrasje Babovici, nuk e ka lëshu për punë të vetë sistemit Jugoslavë që ku. Do të pjam ka zëjtë dërash dhe mi bind këtë popë dhe që s'pjam kap truni pëse. Në mund, Nasim Haradinja s'ka dosht. S'ka dosht më trajtu, s'ka dosht me shku. Me trajtu qeshtë për shka e më dalë, dhe këndorë më balafashu me drejtësin, se s'ka drejtësi.